Shtylla e parë e kabllove elektrike në hyrje të rrugës së ish-dekorit në qytetin e Shkodrës është dëformuar. Kjo ka ardhur si pasojë e mirakesës me kablo të shumta, të cilat nuk kanë lidhje me sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, por e shfrytëzojnë ato duke rrezikuar seriozisht jetën e qytetarëve. Siç e kemi theksuar dhe me herë të tjera, janë kompani telefonie, internet dhe sinjalesh televizive që shtrihen linjat e tyre në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, duke krijuar një gjendje kaotike dhe të rrezikshme. Situata bëhet edhe më shqetësuese për faktin se kjo rrugë ka lëvizje të shumë të qytetarëve dhe për më tepër aty ndodhen dhe një kopsh ku çdo ditë akomodohen fëmijët. Kjo do thotë se kemi të bëjmë me një zonë me rrethana specifike ku është e palejueshme që rrjete kabllore të tilla me formë xhungle të shtrihen në shtyllat të tjera. Siguria e jetës së njerëzve është parësore dhe nuk justifikon asnjë arsye ekzistencës së një rrjeti kabllor që përqendron mbi kokat e qytetarëve, për më tepër mbi shtyllat e deformuara, por rreziku nuk mbaron këtu. Siç tregojnë dhe pamjet filmike, kablot elektrike pranë kabinës elektrike të zonës janë shtirë shumë afër tokës, duke përbërë rrezik për jetën e qytetarëve dhe veçanërisht fëmijëve të lagjës, të cilët luajnë çdo ditë në këto ambiente. Në këtë rrethana OSHE e Shkodër ka detyrim të ndërhyjë sa më parë si për lirimin e rrjetit elektrik nga kablot e kompanive të tjera, ashtu dhe për rishikimin dhe sistemimin e kabllove elektrike që ndodhen shumë pranë tokës, me qëllim garantimin e sigurisë së qytetarëve.